Unë mendoj që gjykuar sipas sjelljes së deri tashme. Ma shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve, sepse ka një, përkundër asaj që na kemi prit që ditëve të fundit do të ketë një intensitet shumë të shtuar të diskutimeve me partitë politike, me që dhe zoti Kurti, po pastaj edhe partitë opozitare kanë shprehë interesimin që me pas një proces politik që do ta nxjerrte një emër të presidentit, formalisht domethënë si proces, na kemi pasur diçka një takim. Domethënë dielën ka qenë dielën e kaluar, ka qenë takimi me zotin Bedri Hamza dhe pastaj të hënën më njëherë takimi me zotin Abdigjiku. Shpreh atëherë nuk ka më takime sfaku publike. Dhe nuk është domethënë intensiteti edhe urgjencat e partitë politike ashtu qysh na tregon orari që e përmend edhe ti. Sepse nuk janë edhe shumë ditë për me gjetë një emën në një situatë në të cilën nuk ka asnjë emën që po diskutohet seriozisht. E kemi pas, domethënë deri në kohë, deri në paraqitjen e zotit Murat Jashari, idenë që dikush nga familja Jashari mund të jetë si kandidat, ajo ra pastaj poshtë, pas paraqitjes publike të zotit Murat Jashari, dhe tash vetëm emën që përflitet është presidenti aktuale, për të cilin nuk ka mbështetje asnjë parti politike. Në këtë drejtim, nëse po shkojmë kështu, atëherë ose do ta kemi një befasi të paparashikueshme, që mendoj që është jashtëzakonisht sjellje e pahishme, nëse më lejohet me thonë, e partive politike, mas shumtjeve të vendosjes, ose do të shkojmë zgjedhje. Nëse shkojmë zgjedhje, pse shkojmë? Për çka është, domethënë, na tash jemi në një situatë me, nëse i gjykojmë deklarimet publike, veçanërisht televizës dhe vendosje, jemi në një situatë që i përngjason vitit 2025, në të cilën deklarimet publike nuk synojnë me gjetë zgjidhje për presidentin në këtë rast, po synojnë me hellfaj. Domethënë, lëvizja vendosje më shumë po mundohet me e pikturu një situatë, një realitet, në të cilin fajtori është opozita. Të cilin s'po e kuptojnë ta. Të cilin s'po e kuptojnë ta, ose s'po din me e lujt edhe nëse e kuptojnë, se sa që po mundohet me gjetë një zgjidhje. Ndërkohë që javën e kaluar, pra para takimeve me kryetarët e dy partive më të mëdha opozitare, në një farë mënyrë Kurti e Krejki po shtypin sigurisht është interesuar me gjetë zgjidhje. Apo jo? Është e rrajshme ajo. Po tash ke lojë Kurtit. Është gënjeshtare. Po ke lojë Kurtit. Po rrezikon me çu vendin në zgjedhje, sepse nëse shkojmë zgjedhje, më ne që duhet me thonë trosh sikur herën e kaluar. Do të shkojmë për shkak të Albin Kurtit, jo për shkak të tjerëve. Apo sepse të tjerët nuk janë të interesuar për zgjedhje. E kanë shprehur në mënyra të ndryshme, madje edhe kanë pranuar që më u bë pjesë në procesi politik përkundër deklarimeve të tyre të mëhershme, edhe përkundër një kritike kogja serioze që i vjen nga opinioni publik. Sepse ka pas kritika edhe ndaj zotit Hamza që ka shkuar në takim, edhe ndaj zotit Abdigjiku që ka shkuar në takim. Pa ata po e pranojnë këtë sepse nuk janë të interesuar për me shkuar në zgjedhje. Mund na me thonë po friksohen, mund edhe me thonë që po dojnë me mbrojt integritetin institucional.